kryeparlamentar, sepse nuk I kishin votat e mjaftueshme. Të Panit, Vlani e ka pasur hera dytë. Për të dy keni Pani s'ka pas probleme me vota. Ka pas për herën probleme se është dashur t'i pret marrëveshjen e listës së 2017 ti po referohesh, Po shkon se vetëm I lajm Zeka në kuvend dhe bënte show aty, ndërkohë që nga ana tjetër. A është e vërtet kjo çfarë thot krenari sipas qëndrimit tuaj zoti Zeqiri, që askush s'është interesuar të bëjë qeveri? Po këto vetëm lidha demokratike ka dal haptas që nuk është e interesuar me mbështet kur janë në parti politike, as fituesin e zgjedhjeve lidhen vetvendosin, as partinë e parë për opozicë PDK-n, paktën ashtu po deklarohet, sepse LDK-ja po synon me pas një qeveri stabile, 4 vjeçare me mandat plot, edhe mos me pas të lashën e zgjedhjen e presidentit vitin e ardhshëm. Kështu që frika saj është që nëse mbështet njërin për këtyre dy partive politike, atëherë fillon shpërbërja ose ndarja ose zvogëlimi I lidhjes demokratike dhe mos realizimi I premtimeve para elektoratit vet, që ka thonë që ne do të udhëheqim me Kosovën, ndërsa nuk do të shkojmë pas asnjë partie politike. Unë e shoh këtë që përpas e lidhjes demokratike, e cila është e papërcaktuar si çdo herë që ka qenë, edhe vetvendosja ka gjasa që është duke hezitu. Pra ti po thuaj janë dy faktorë, LDK dhe vetvendosja. LDK është e para, vetvendosja ose ende si ka dhënë matorat më mundu me marrë ndonjë deputet dikon nga partitë politike, ose ka os e shara ngushtë dhe nuk po mundet me marrë asnjë deputet, edhe pse ka pas synime, edhe pse un kam ca informacione që ata veç kanë fillu mi thirr deputet Cilt? Partive politike, të opozitës, duke I ofruar edhe poste të ndryshme njerëzve të tyre, jo atyre, sepse nëse një deputet e mbështet ose merr një mandat qeverisë ka lëvizja vetvendose, atëherë ne pasor si ti nuk e voton qeverinë, kështu që janë duke ju ofruar pozita ministrore kandidatëve për deputet, njerëzve të tyre që ata I propozojnë. Por kanë has në përgjigje negative në Tanaond, kështu që edhe A I sigurt që në Tanaond se pushteti është I ëmbël Sadik. Ajo e di që është I ëmbël, po edhe e kanë vërtetuar këtë deputet të kuvendit të Kosovës, apo në shumë variante të ndryshme që mund bëjnë këtu kemi të bëjmë me një blok të fuqishëm të Partisë Demokratike, I cila nuk I lëvizin 24 deputet. I sigurt. Shumë I sigurt. Kemi të bëjmë edhe një blok ose e ka forcu blokin e lidhjes demokratike për çaja video e bisedës e kryeministit në largim me kryetarin e Letonisë. Kryeministri në largim po I thua? Po, tash kryeministri I dorëheqës ose kryeministri në detyrë. Okej, se kryeministri në largim dhe kryeministri në detyrë dallojnë pak. Kryeministri në detyrë, ajo e ka fuqizuar bllokun e lidhjes demokratike, të cilët nuk do ta mbështesin vetvendosjen ose Albin. Çka ka lidhje video me Letonezin? Jo, ajo ka qenë, ajo është një fyrje për Kosovën. Nuk është, unë nuk them që Albini ka bo gabim, sepse jo, që ka bo gabim, ai ka bo gabim. Ja, ai ka bo gabim, çka ka bisedu, po jo që ju ka përgjigj asaj telefonat dhe jo që ka bisedu me ata, sepse sikur Albini kanë pas incidente edhe me tjerë, megjithatë biseda atine në atë lidhje telefonike ka qenë për turp, por e ka forcuar opozitën, e ka bo blok, ndoshta ajo bisedë telefonike me ata dy humoristat rusë kanë bo që